Kupton. Zoti Topalli. Po pyet për zotin Abrashi, po. Kjo pyetje është bo bukur herët. Zoti Abrashi, skema e asistencës sociale që nga viti 2012 deri në vitin 2015 ka pasur për çdo vit pak ndryshime sa i përket buxhetit. Buxheti ka qenë pak a shumë i njëjtë këto 4 vitet e fundit. Bile dallimin mes vitit 2013 dhe 2012 është gjithsej 2.725 euro, ndërkohë që buxheti i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka ndryshuar vazhdimisht, por nuk është bë ndonjë ndryshim sa i përket atyre mjeteve që duhet t'i marrin qytetarë që jetojnë nga asistenca sociale. Do doja dija sa ishte numri i përfituesve të asistencës sociale në vitet 2012, 13, 14 dhe 15. Zoti Abrashi, keni fjalën. Nderuar kryesues, deputet, faleminderit për pyetjen. Është e vërtetë që buxheti për skema sociale ka qenë pa ndryshueshëm realisht në 10 vitëshin e fundit, me një dallim shumë të vogël, është diku tani është rreth 28 milion euro dhe kjo shumë ka qenë që nga 10 vite. Nevojat janë normalisht që janë më të mëdha. Sidoqoftë, ajo që ka keni vrejtë shumë e saktë, ka filluar numri i rënjes atyre që përfitojnë. Kjo ka të bëjë me disiplinimin e skemës edhe zbatimin e kritereve dhe rregulloreve. Sa për informat, në vitin 2012, në dhjetor kanë qenë 31.000 familje, vitin 2013 në dhjetor 29.000 familje, në dhjetor të vitit 2014 kanë qenë 27.389 familje, kurse vitin, sa për informat, dhe vitin 2015 janar shifra e fundit është 27.280 familje. Për pos disiplinimit skemës, zbatimi ligjit 04L96 dhe uzimit administrativ, gjithashtu kanë ndikuar dhe aplikimi i softverit këtë vit, softveri i cili i rregullon skemat përfitues në bazë të numrit personal, edhe është vërejtë se një numër i familjeve kanë të hyra. Do të thonë realisht kanë përfituar prej skemave sociale derisa kanë pas të hyra, dhe ky sistem tani po i përjashton në mënyrë automatike këto familje. Kanë pas të hyra tjera, kanë pas njerëz të punësuar, kanë përfituar prej skemave tjera. Dhe kjo po shihet në vazhdimsi. Çka është më rëndësi me cek është se ne jemi duke shiqur këtë trend, dhe ose në rishikim ose në vitin e ardhshëm, varësisht se sa mjete mund të kursejmë, do të bëjmë edhe indeksimin e skemës ose kompenzimit, varësisht se sa kemi mjete, dhe ndoshta edhe do të bëjmë rritjen e përfituesve atyre që e meritojnë. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje shtesë. Zoti Topalli. Ajo që shifrat tregojnë është që thjesht përcaktohet një buxhet i caktuar dhe pavarësisht sa janë nevojat e qytetarëve. Po shihet që ju po doni me kursye ashtu siç kanë kursye edhe qeveritë e kaluara, po pikërisht tek njerëz, tek qytetarët tonë që kanë mas paku të ardhura. Është më mirë t'i zvogëloni numrat e ministrave, t'i zvogëloni rrogat e deputetëve, t'i zvogëloni rrogat e zaventës ministrave, se sa të kurseni në 100 gram të bukës të 129.000 qytetarëve sa jetojnë nga ndihmat sociale në Kosovë. Zoti Ministër. Faleminderit. Faleminderit. Edhe me këtë rast mendoj që nuk bën me politizu këtë çështje, janë kategori shumë e ndihshme. Është një buxhet që unë e kam trashëgu. Është një buxhet që unë e kam trashëgu, me çfarë kisha arrit më shumë. Ministria e Financave ka filluar shkurtimet buxhetore në shumë kategori, në luks, në paga, është duke punu këtë drejtim. Çka është më rëndësi është se në momentin e parë do të bëj së bashku me Ministrinë e Financave do të bëjmë indeksimin që bën rritjen e kompenzimit për këto familje. Jemi duke mendu për ta, jemi duke punu në atë drejtim, rastin e parë do të rrisim edhe shumën e asistencës sociale. Faleminderit. Faleminderit. Zonja